Sot është dita e fundit që jam në Shqipëri, jo, në Pogradec. Edhe është e njëjtë, të premte në mëngjes kemi avionin në orën 6 të mëngjesit, kështu që do nisemi që sot e njëjtë në Tiranë dhe ditën e fundit do të harxojmë në Tiranë, që djalin mos ta mundojmë shumë, plus edhe të takoj shoqen time të ngushtë, edhe të kalojmë pak kohë në Tiranë. Dhe kam ardhur këtu në një supermarket, Euromarket quhet, në hyrje të Pogradecit, dhe do shkoj t'i blej mamit t'i mbush qeset me ushqime, sepse jam shumë e sigurt që po qeset do t'i le lekën në dorë, do t'i them shko bli ushqime, se ke harxuar këto ditë për ne, që ke gatuar, jo. Kështu që më mirë do shkoj t'i blej të gjitha ushqimet, çfarë mendoj unë që mund t'i duhen, që t'i ketë në depon e saj, t'i ketë pak rezervë, edhe ta mbyllim komplet pastaj pjesën e videove të Pogradecit. Nuk I lëviz dot, se nuk punon kjo karota nga rëndesa. Shkoj tërheq kështu. Mora çfarë mendova unë që do ju zgjasni për disa kohë. Dhe ky është përfundimi. Mora çfarë mendova se do t'i duhen për një muaj ose disa javë. Kështu që shkojmë tani ti të shpaketojmë dhe të nisemi për në Tiranë. Kaluam ditë shumë të bukura në Pogradec me birin e vogël, ishte diçka shumë speciale këtë herë. Dhe mezi pres të vi prap në qershor. Deri atëherë ka një herë mami një bilet që ja kam prerë për të ardhur në prill, kështu që mezi po pres edhe atë, sepse tani dhe Gjermania ka kohë të mirë dhe kur ishte mami koha nuk ishte shumë e mirë. Ne pafshim. Ne pafshim. Hajde ta takojmë një nga ana tjetër. Si qesh? Si qesh? Sa po nisëm nga shtëpia. Kam qarë shumë këtë herë, sepse mami qavi shumë që I kokijani, dhe mari mami, edhe po ashtu dhe unë. Hajde sema. Shkojmë t'i themi babit mirë pafsh. Akoma nuk e besoj dot në një kur shikoj varrin e babit që ai pret poshtë atij gurit. Po nuk do iki kurrë nga Shqipëria pa I thënë atij në pafshim, apo po I thënë pa e përshëndetur kur të vi. Paktën kaq, të çmallen pak me gurit. Duajni prindrit, se nuk I kemi për jetë. Arritëm në Tiranë, rruga shkoi shumë mirë, Kian fleti deri në Elbasan dhe ne nuk kishim fare trafik as në ato dy rrotullimet e Elbasanit. Kemi ardhur tani shumë afër parukerisë dhe po pim një kafe që të qetësohemi, ta marrim veten edhe t'i jepja djalit për të pirë. Stefani do vi me Kianin pak te parukieri, pastaj do vazhdojnë atë planin e tyre, ndërkohë që unë do rrit e parukieri. Çdo gjë shkoi shumë mirë deri tani, e parkua makinën diku, makina na ka sjell deri në Tiranë, se menduam se do na linte diku rrugës, po shqyr zotit, ja dolëm për të ardhur deri në Tiranë. Tani çfarë do lloj gjëje që të ndodhi, mund të marrim taksi e të ikim në aeroport, nuk është se jemi shumë larg. Kështu që nuk është se na duhet me patjetër. Por inshallah na çon edhe deri në aeroport edhe të jemi okay. Po si e Marlin? Atëherë kemi përfunduar lyerjen. Tani do rrim një orë besoj. Janë qelur tani apo ti do t'i heqim kështu? Sa t'jenë qelur?
Kam dhe gjysmë ore kohë. Okej. Unë gati jam. Sot është mëngjesi i fundit që jemi në Shqipëri, jemi bërë gati. Dhe të lajmëroheshëm, sepse dje nuk u lajmërova. Pasi mbarova flokët që dolën shumë bukur, si që shikoni, kanë mbajtur deri tani. Takuam shoqen time të universitetit Olin, bashkë me 2 djemë të saj, edhe shkuam për darkë tek Moraga. Nuk e keni idenë sa plot ishte Moraga në një të enjte, dhe nuk e kuptoj pse. Por më duket se ishte për shkak të Ramazanit, për shkak të iftarit dhe njerëzit mblidheshin me njëri tjetrin dhe vinin hanin iftar, që ishte një gjë shumë e bukur dhe secili paguante një herë dhe që i bie hanin disa herë jashtë një tavolinë bashkë. Shumë gjë e lezetshme. Jam shumë e kënaqur me flokët, siç e thash, duken shumë bukur, domethënë një ndryshim i vogël dhe unë ndjej që nuk i dëmtoj flokët, por edhe bëj një ndryshim për veten time. Kështu, tani ora është 4 e mëngjesit, avioni është në orën 6:10, ne po shkojmë në aeroport, kemi fjetur tek Villa Zeus, që është shumë afër aeroportit, dhe tani shkojmë në aeroport, të bëjmë check-in-et, të bëjmë çdo gjë që na duhet dhe aty besoj do ham ndonjë gjë për mëngjes, sepse mëngjesi këtu fillon në orën 7. Kështu që nisemi, djalin dhe pse e zgjovëm nga gjumi i thellë, nuk e di, mos e marr më sysh, vetëm qesh, është një humor shumë të mirë. Kështu që mos harrojmë bataninë e djalit. Na kishim vendosur 2 krevate këtu dhe i kemi afruar se nuk e di pse. Krevatin e djalit asgjë e përdorëm fare. Si gjithmonë, me mamin dhe me babin. Apo jo. Shkojmë në aeroport dhe të shikojmë se si do jetë Kiani për rrugën e kthimit. Kjo është veshja ime, super komfortabël. Kemi fjetur me qëllim këtu tek Villa Zeus, sepse nga këtu na duhet vetëm maksimumi 5 minuta deri në aeroport. Edhe dorëzua makinën që dje, që çdo gjë ishte okay. Është një hotel i mirë, i pastër me disa problematika të vogla. Drita e tualetit nuk punonte. Njerëzit janë shumë të sjellshëm, mëngjesi ishte shumë i mirë se kemi fjetur disa herë këtu dhe çmimi është shumë i mirë. Në fakt gjithmonë ka pasur, mbase nuk gjetëm neve butonin, mos i vëm kod faj, por përdorëm dritat e telefonit, kështu që mos më vini re nëse dukem sinqerisht shumë i çuditshëm. Dhe ju që do më shikoni në aeroport sot, këtë mendoni që s'kam pasur dritë në banjë të rregullohesha dhe në dhomë nuk doja t'ja ndizja Kianit. E zgjovëm Kianin vetëm në 10 minutë në fundit sa për ta bërë gati. Edhe nuk qavi, shqyrë zotit. Do bëjmë check-in-in, do lëm çantën e madhe dhe nëse do kemi fat do lëm dhe një çantë tjetër që mos ta marrim me vete. Kështu. Sa bukur duket aeroporti. Ndjemi si evropian tamam kur vim këtu. Kaq lezetshëm. Dhe asgjë nuk ka mbaruar, Ne do ham, do pim diçka kur që në brenda, po shpresoj të jetë hapur check-in-i që të lëm çantën dhe të vazhdojmë me kontrollet, të mbarojmë punë shpejt e shpejt. Këto kafet janë gjitha super të bukura këtu. Check-in-i dhe çdo gjë shkon shumë mirë deri tani. Aeroporti i Tiranës është modernizuar shumë. Ne që kishim fëmijë na fusnim në fast line, pra në linjat në korsi të shpejta. Edhe tek check-in-i që kishim për të vendosur këto biletat e karroza dhe për të lënë çantën, na futën direkt shpejt, por edhe tek kontrolli i çantave.
tani këtu një orë para ka filluar boarding në fakt, por ne po përpiqemi të rrim këtu sa më shumë të jetë mundur që ta motivojmë Kianin të luaj sa më shumë dhe shpresoj që kur të jemi në avion ai të pije dhe të fletë. Patjetër që nuk do iknim nga Shqipëria pa bler çaj mali. E mori Stefani, sepse Stefani t'i pëlqen shumë çaj mali. Kjo po thoni që nuk jam një ambasadore mirë e Shqipërisë. Do ta mbajmë në shtëpi dhe do t'ja u tregojmë gjermanëve që nuk e njohin si ku dëgjojnë familjarëve. Kiani është për momentin po fillon të thot pak, nuk kam me qef, dua të ple, dua të pi. Por po përpiqemi ta mbajmë në kontroll sa më shumë. Kemi ngrënë Stefani një sanduiç dhe një kafe, unë një latte macchiato, ku ta marrim një çik vete. Ema, të flasis dhe ti në video, patjetër. Nuk besoj se do filmoj kur të jemi në avion, por kur të arrim në Gjermani do t'ju jap update-in e fundit se si shkoi gjithë udhëtimi, si ja kaloi Kian. Deri tani jemi shumë të lumtur me çdo gjë. E kemi djalin që vetëm do të flasi. E dëgjoni? Përshëndetje nga dita tjetër, për ta mbyllur video ndoja që të xhiroja pak. Dje isha shumë e lodhur dhe nuk kisha më mundësi që të flisja, kështu që e lash veten time. Kur kthevëm nga fluturimi, shkopi çdo gjë super. Kian fleti gjumë, sapo u nis avioni, fleti diku te 45 minuta. Dhe pastaj u zgjua dhe ishte në aq qef të madh sa ka ndenjur me gjithë njerëzit e avionit. Ishte një gocë bjonde që nuk e di tani si e ka emrin, po mbase dikur do t'i shikoj videot e mia dhe ajo Kiani vetëm i qeshte dhe e kuptojmë që Kiani ka një dobësi për bjondet, prandaj edhe mami është bërë bjonde. Ndente me atë një, nuk e di, 15-20 minuta, pastaj para nesh ishte një nëna edhe një gocë e re dhe me ato qeshte, rrinte dhe unë me Stefani thjesht të shikonim fëmijën tonë që shkonte nga dora në dorë edhe u knaq me të tjerë dhe neve hanim bukë ose pivëm çado që porositëm atje në qefin tonë. Ajo që unë bëj kur nisem në avion është që e lë Kianin ose e llogarit diçka që mos t'i jap të pi, të mundohem ta gënjej me diçka që kur të hypim në avion ai është gjithkohë kështu gati duke qarë, po jo deri në atë pikë dhe është gati për të pirë dhe në momentin që fillon edhe pin, unë e llogarit që pak a shumë të rri dhe 1 orë gjysmë 2 orë zgjuar, domethënë nëse e dija që avioni do ishte në orën 6 dhe kemi ngritur në orën 4:10, shpejt në avion që domethënë pas 2 orësh aty i vjen gjumi. Prandaj edhe ka funksionuar deri tani gjithmonë që jemi nisur. Kjo ishte hera e tretë që Kiani ishte në avion dhe nuk e di, po është perfekt tani, ose është fëmia, ose nuk e di çfarë t'ju them, ka funksionuar shumë mirë. Erdhëm dhe në shtëpi, të rrugën s'ka ndenjur shumë mirë, hëngrëm një sanduiç tek Subway sepse e dinim që në shtëpi nuk kishim asgjë dhe nuk kishim dhe nerva të gatuanim. Edhe Kianin pastaj kur erdhi në shtëpi fjeti, neve fjetëm, bashkë me atë u kënaqëm. Edhe fillovëm ditën tjetër, javën tjetër me rutinën, kafe, Se shpejti do fillojmë edhe ushqimin e Kianit, kështu që mezi po pres. Pra udhëtimi shkopi shumë mirë, na trajtuan shumë mirë në aeroportin e Tiranës, na dhanë përparësi me djalin, na dhanë përparësi me karrocën, po edhe në avionit, tek boarding, gjithmonë përparësi prej djalit, kështu që ishte një eksperiencë shumë e mirë. Kur erdhëm në Han, në fakt, në Han kanë shtuar 2 shelte, 2 nuk e di tani si thon, aty ku janë njerëzit që kontrollojnë pasaportë, 2 kontrolle pasaportash që janë për pasaportat europiane dhe duke qenë se un kam edhe një jo leje pune, leje qëndrimi, mundesha të shkoja atje dhe kaluam direkt, nuk pa pritur në radhë, nuk u lotëm fare 1 orë gjysmë apo 1 orë apo ku dëgjon sa kemi pritur herë të tjera, pritëm çantën dhe u nisëm për në shtëpi, çdo gjë domethënë picobello. Udhëtime të tilla bëj sa të dua unë dhe do bëj. Nuk e di kur është i radhës, po planifikoj një udhëtim vetëm me Kianin
do ta shikoj dhe do t'ja tregoj patjetër nëse do ta realizoj. Ciao, shihemi në videon tjetër.